Mirëmbrëma të dashur miq, e diela erdhi sërish dhe të dielën gjithmonë e kalojmë së bashku këtu në MCN Televizion Atë Maulonën, patjetër që jo vetëm me mua dhe me miq tan. Por ndërkohë, unë jam shumë e shqetësuar për ju sepse e di që akoma nuk ju kanë dalë emocionet e natës së djeshme. E di që po vazhdoni të ziheni, të griheni, të therreni sepse nuk fitoi Big Brotherin i preferuar juaj, pse e fitoi ai tjetri, nuk e meritonte, votat nuk janë të vërteta, lufte ashpër fansash, lufte ashpër me të shara deri në brezin e 17, dhe më vjen për të qeshur, sepse ndërkohë që të gjithë ata që ishin në finale, si vendi parë, si vendi dytë, si vendi tretë, kanë momentin e tyre të ardhë, do fitojnë lek, do fitojnë followersa, do t'i ndryshoj jeta për mirë, ju nuk do t'i ndodhi asgjë nga këto, do vazhdoni të jetoni keq nëse keni jetuar keq deri më tani, do vazhdoni të jetoni mirë nëse keni jetuar mirë deri më tani, por fituesi Big Brotheri nuk do ndryshoj asgjë në jetën tuaj. Dhe prandaj nuk e kuptoj pse harxhoni kaq shumë energji. Në vend që këtë energji ta fokusoni aty ku duhet për të bërë gjëra me vlerë, për të bërë gjëra që ju përmirësojnë jetën, ju vazhdoni ziheni për Big Brotherin dhe do vazhdoj kjo për ditë tëra edhe javë të tëra dhe kur të mendoni se do mbaroj, jo, nuk është e vërtetë, se kemi fermën, po ferma sa po ka filluar, pak nga pak do filloni të krijoni ato pëlqimet tuaja, jo po është më i mirë Randi, jo po është më i mirë Frederiku, jo po Big Mama është nona, do filloj sërish nga e para, sherret, zënkat. Dhe në një moment të jetës tuaj, do kuptoni që 12 muaj të vitit ju e kaloni duke u zënë dhe duke harxhuar energji për çdo reality show që ekziston në televizionet shqiptare, ndërkohë që nuk bëni asgjë të mirë për jetën tuaj. Është me të vërtetë për të ardhur keq. Për më shumë, ju lë të reflektoni vetë për jetën tuaj dhe unë shkoj me njëherë tek Hajde flasim, ku do të reflektojmë për një temë që prek më së shumti gratë, nënat e reja, por edhe nënat në karrierë që nuk po them më shumë. Mos ta zbuloj tani. Pjesën tjetër, pak sekonda dhe e zbulojmë një herë të Hajde flasim. E ftuara që kam sot është një vajzë shumë solare, shumë e ëmbël, por dhe shumë e bukur. E ka nisur karrierën si modele që 16 vjeç, por atëherë kur mund të ishin hapur të gjitha dyert për të arritur çfarë të dëshironte në botën e modës, spektaklit, televizionit, vendosi të lërë çdo gjë dhe të krijojë familjen e saj. Sot është 25 vjeç dhe ka 3 vajza. Por, më e vendosur se kur të rikthehet jo vetëm të qenit nën, por të rikthehet edhe vetes së saj si profesioniste, si një vajzë me ëndra shumë që krahas kriminalistikës, për cilën ka studiuar, të vazhdojë dhe ëndrrën e dikurshme që ka të bëjë me televizionin. Dhe Sara Leshi, faleminderit që jeni në Atë Maulonën. Faleminderit juve për ftesën. Të rikthehemi pak pas në kohë, kur ti ishe ende një vajzë e re me ëndra shumë dhe vendose të merresh me modeling. Si nisi gjithçka? Okej, nisi kur unë isha në gjimnaz. Rastësisht një festë e cila ishte aty që unë do drejtoja të gjithë spektaklin, shkoj për të qepur një veshje. Dhe Roba Qepsjan, stilistja në fjalë, më thotë që Sara, dua të të sugjeroj diçka. Mua më ngjall shumë emocion kur të shoh dhe unë dua që ti të nisesh me sfiladat, me modelingun. Okej, pse jo? E kishe menduar ndonjëherë ti më parë? Jo, asnjëherë. Pavarësisht se kisha këtë, po e ke çdo gjë që i nevojitet asaj fushë, por që jo që e kisha menduar që unë do bëhem ose do e ndjeki si ëndër. Dhe pse jo, mora një vendim që dua ta ndjek, pavarësisht moshës time që isha shumë e vogël dhe pjesës se unë do punoja ishte akoma dhe më e vogël që nuk mund të hyja dot në atë fusha. Por e provova dhe realisht dola me shumë sukses nga ajo gjë. Sepse në kohën që unë e bëra të parën, një sfidë si ishte e para. Sfidata parë që po,
Unë e bëra në Milano. Direkt në Milano? Direkt në Milano, sepse ishte spektakli sot për mbas 10 ditësh, dhe ato thonin, po, ti duhet shkosh, dhe realisht nuk ishte mosha që unë nuk dija se si do shkoja, dhe ishte nëna ima ajo që më gjindë dhe më kaloi me plot dëshirë për në Milano dhe mbajta në Milano dhe mora fitoren e përfaqësimit të Shqipërisë. Më pas, kjo ishte një augur i mirë që ti të vazhdoje këtë karrierë. Pas ju ktheva, domethënë, më shumë intervistave italiane, realisht. Pastaj që kur u ktheva në Shqipëri, vazhdova pastaj më shumë, kalova në Kosovë, isha në një rrugtim të gjatë, deri në moshën 19 vjeç. Cila ishte më bukura e këtij profesioni, e asaj eksperience, 3 vjeçare, po them. Çfarë të pëlqeu më shumë nga bota e modelingut? Më pëlqeu më shumë pjesa që unë vazhdova të jetoja një botë tjetër, një botë të bukurisë ndonse, dhe e gjija veten, isha thjesht vetvetja, gjija atë forcën, domethënë në momentin që mua më vinte një sfilat, unë isha e forcuar shpirtërisht ta bëja. Pavarësisht çdo rrethane tjetër, merrja një vendim që unë do ta bëj, se kudo dilja, ndoshta edhe me humbje, por e mendoja që kam një humbje dhe një fitim, cilën do ta marr. Ke pasur momente të këndshme në skenë? Po, kam pasur. Më tregoj njërin. Ka qenë një moment që isha duke sfiluar dhe nga mbrapa kisha zinxhirin që më kalonte rreth e qark trupit, sepse ishte veshja e tillë. Dhe mua që ai zinxhiri duke bërë sfilatën vazhdonte të më hapi nga pak, derisa arrita që të mos bëheshte wow, por arrita në vend, ndoshta me hapa shumë të shpejt. Nxitove një çik që mos të të binte komplet veshja. Ka qenë momenti më i vështirimi, që e mendoj edhe sot, domethënë sa herë tani unë mund të qesh, por që në atë kohë vija dhe u bëja sa më e kuqe, domethënë nuk e kisha një stabil dhe nuk shifja fare se çfarë bëja realisht. Kisha një mend vetëm aty. Po momenti më i vështirë që ti ke pasur gjatë këtyre 3 viteve, ose po të themi vështirësia më e madhe e këtij profesioni? Asgjë nuk është gjithmonë me fitore. Ka pasur momente që kam pas edhe humbje, si në profesion, por edhe në pasion. Dhe ka pasur edhe humbje, domethënë humbja ka qenë, pavarësisht që nga humbjet unë sot jam këtu, por kam pas edhe humbje të mëdha, që ndonë se jam mërzitur shumë, jam mbyllur në botën pse mora një humbje. Po thua humbje për shumë pamundësia për të marrë pjesë mbase në një sfilat që ty të ka pëlqyer, mos përzgjedhja për diku, çfarë konkretisht se mund ta di? Përzgjedhja për diku me një forcë të madhe që Sara do ta fitojë dhe Sara që nuk e fiton për të marrë vendin e dytë. Për çfarë bëhet fjalë? Për sfilatën në Seris, që domethënë pretendoheshim që do ishim e kishim domethënë të ashtu quajtur që është fitore, dhe ecim atë drejtimin që është fitore për të marrë pjesë në një ndër sfilatëve të mëdha në Turqi, por që realisht unë ndodhi që humba. Dhe si e përjetove? Shumë keq. Ndoshta nuk e kisha forcën plotësisht siç e kam sot që të eci përpara, se pa humbje nuk ka fitore të mëdha. Por atëherë nuk e kuptoja dot. Dhe isha e mërzitur dhe nuk doja ta vazhdoja më fare, si doja ta lëja, doja të thoja, ok, stop, mbaroj, kaq nuk mundem më, nga që unë e kam humbur një. Të ndikoj kaq shumë, pra kjo humbje të ndikoj që ti tiqe dorë komplet. E bëre në fakt, hoqe dorë në atë periudhë nga profesioni? Jo, por për një kohë, një muaj mbeta që nuk shkoja dot as në studio, se aq që më vinte ndjeja keq, kisha krijuar një ide sikur të gjithë tani po më shihnin si humbse dhe jo siç më ishin mësuar të më shikonin si fituese në çdo lloj gjëje. Kjo tregon dhe një karakter tëndin të fortë, se të mësosh gjithmonë, të mësohesh me idenë që duhet vetëm të fitosh. Unë realisht nisem duke pas dy mendime, një fitore dhe një humbje, por më shumë anoj në fitore, kam anuar gjithmonë, por ka ndodhur që kam pas edhe humbje. Çfarë do t'i thojë sot vajzave të reja, që janë në fillimet e një profesioni, çfarë do, nuk ka rëndësi që përballen me një humbje? Të jenë vetvetja dhe pa humbje nuk ka asnjëherë një fitore të madhe. Mos të dorëzohen. Mos të dorëzohen kurrë. E megjithatë ti në moshën 19 vjeçare, le të themi, u dorëzove. U dorëzove. E le profesion. E lash. Ishte koha kur isha në fakultet, studioja për juridik kriminalistik dhe ndodhi që u njoftova me personin në fjalë dhe krijova një familje. Në moshën 20 vjeçare u bëra nën për herë të parë dhe aty thash nuk ka botë për te nënësisë. Dhe unë mora vendimin që do ta
do ta mbyllim me kaq. Pavarësisht që dhimbja ishte shumë e madhe, isha mësuar me një përditshmëri tjetër, isha mësuar me një jetë komplet tjetër, me një botë tjetër, dhe po kaloja nga një botë në një tjetër, realisht, sepse nga një botë modelingu të kalosh në një botë mësie në një vit, ishte wow. Pavarësisht se dhe në atë ko pata oferta, si që ishin reklamimi i rrobave të shtatzanis, shumë gjëra, por nuk e bëja dot. Isha fokusuar që unë do jem e date për vajzën time. Dhe kështu e lash, mbaroj. E vuajte atë periudhë? Shumë. Ecja ma atë idenë, domethënë sa herë më rrit të barku, më thoja, wow, unë s'do mund dhe më kur të bëj atë që isha, e humba. Por e ushqeva vetën që edhe nëse e kam humbur, unë kam fituar diçka shumë të madhe sot. Kam fituar emrin nën. Si është të bësh në moshën 20 vjeçare? Është pak e rëndë, mund të them, për faktin e moshës, por është gjëja më e bukur që ekziston në botë. Të marrësh titullin nën, është emri më i mrekullueshëm në botë. Patjetër, ne gjithmonë e themi dhe kushdo që është bërë nën e di se çfarë ndjesie është, por shpesh herë kam përshtypjen që nuk thuhen edhe pjesët pak më të bukura, momentet e dilemës, të ndryshimit të trupit që ti e shikon që nuk ndihesh më vetvetja, të frikrave, pra ekzistojnë edhe këto. Aq më shumë në një moshë ku ti akoma nuk je rritur mjaftueshëm me veten. Isha studioja ndërkohë. Dhe okej, ka qenë pak e vështirë realisht, por e kam ushqyer veten me gjëra pozitive. Jam rritur në një farë mënyrë unë më atë, se unë 20, ajo vetë sa lindi 20 vjeçare, sa isha unë, dhe doja t'ja kuptoja dhe pse qanë, dhe pse ndihet ashtu sot, dhe pse sot nuk po qesh më shumë, gjatë gjithë kohës isha të hyja në botën e saj, pavarësisht që i kisha pak të pamundur, u mundoja dhe vetë besoja vetën që po e kuptoj unë pse po ndodh kjo, por më dita ditës ja nisa duke u ambientuar me të dhe ja dola. Po në shkollë të ndikoj në atë periudhë? Jo, as pak, sepse ditën që unë kam pas ditën e lindjes, kam thënë provimin e fundit. Si? Dhe provimin vajte linde, besoj, e? Dhe me thënë, kisha provimin dhe nuk doja ta lija. Dhe thoja, okej, se nëse do dalë, do lind. Dhe me thënë, unë sot për të lindë kam, por që pa dhënë provimin nuk shkoj të lindë. Dhe me thënë, kisha orarin që në orën 10 kisha për të hyrë në sallë të operacionit, por kisha ndërkaj që në orën 8 vazhdonte provimi. Dhe unë shkova, dhash provimin, dhe pastaj u ktheva shkova linda gocën dhe... Wow. Po nuk të kapën dhimbjet e lindjes aty në provim? Jo, fare. Ishte gjë që okej. Dhe nuk është vetëm një vajzë, po janë 3 vajza. Me njëherë 2 vite më mbrapa, i bje? 3 vite më mbrapa? Mbrapa është Djara, e dyta. Vajzën e dytë. Po, por të thënë që Shtatzania e parë ka qenë shumë e bukur, me ato momente që unë mendoja në diçka të vogël, si kur po ndodh diçka shumë e madhe, por në këtu të dy të vogla, dhe realisht ka qenë vuajtje, në një farë mënyre, kam kaluar shumë sfida në të dyja Shtatzanit. Pse? Sepse në të dytën ndodhi që ishim binjak, njëri nga binjakët dështoi dhe shpëtoi Djara, ndërsa në të tretën ishte koha që domethënë, siç e kam rithënë, që 12 orë jetova me frikën që unë do e humbi atë, se unë nuk mund ta mbaj më, një thënie e mjekëve, dhe pas 12 orëve marr një lajm shumë të mrekullueshëm që zemra e saj është po rre akoma. Sa muash e ke qenë? Në të dytën kam qenë, domethënë në Djarën kur e kam humbur binjakun, kam qenë 6 muaj, ndërsa në vajzën e tretë Katalen kam qenë 4-5 muaj, duke hyrë në muajin e 5. Si është të humbësh një fëmijë? Është e rëndë, sepse edhe sot sa herë shikon atë, mendon që ajo mund të ishte vetë e dyta. Për nënën gjithçka është e rëndë, realisht, sepse kur bëhet fjalë fëmia e saj, është gjithmonë bëhet e më e rëndë. Por e kam përjetuar dhe e kam marrë me një sportivitet që e kam rithënë që atë ditë ju lutja Zotit, të lutem mos mi merr të dy, dhe nuk ishte rëndësi për mua nëse do shpëtonte Djara apo Djari, domethënë vajza apo djali. Me rëndësi për mua dëshira ishte të shpëtonin të dy, por në një pamundësi, atëherë unë ju lutja Zotit të lutem mos mi merr të dy, dhe nëse do ndodh të lutem më jep forcën që vetëm ti mund të ma japësh, që ta kaloj këtë sfidë. Si është të jesh nën me kohë të plot? Ke qenë me kohë të plot apo ke punuar gjatë kësaj periudhe? Kam punuar gjatë këtyre kohëve, por një kohë të shkurtër, sepse vazhdova në profesionin tim të punoja.
Por arrita me një pikë se unë nuk mund të dënoj askënd. Nuk munda. Domethënë hyja në seanca dhe momenti që unë do thoja ti sot je i dënuar, aty mua më dhimbte zemra shumë. Si gjyqtare, po thua? Si prokurore. Prokurore. Po. Dhe nuk mund ta thoja, nuk mundesha, çfarëdo gjë të keqe të pafundme të kishte bërë personi në fjalë, Eldi më dhimbte ndonjëherë shumë kur ishin disa raste kur femra ishte e dëmtuara, më dhimbte shumë për pjesën e femrës, doja të bëja gjithçka, por vinte një moment që unë e vuja në momentin që leja punën dhe shkoja në shtëpi. Nuk mund ta përballoja dot që unë kam dënuar sot dikë, unë sot kam dhënë një lajm, domethënë gjatë gjithë kohës rria dhe kisha një emocion shumë e ndrojtë, nuk mund të afroja më me persona të tjerë, dhe thash, okay, kjo nuk është gjë e duhur që duhet ta bëj unë, dhe duhet ta lë. Dhe e lash. Dhe nuk do ta bësh më? Jo, nuk besoj. Nuk mund të them kur, por momentalisht jo. Ndonse deri të eci dhe pak në moshë, mund ta kuptoj që duhet bërë. Por jo, momentalisht jo. Nuk jam e gatshme. Shumë interesante kjo. Nuk më ka ndodhur, nuk e kam dëgjuar më parë. Është shumë profesion i nderuar realisht, është shumë i respektuar, është çdo gjë është e bukur në atë, por për mua jo, sepse të gjithë më thonë që ti je egër realisht, por nuk munda. Domethënë ishte diçka që nuk e bëja dot me zemër, dhe domethënë mendoja familjarët e mi në atë kohë, mendoja fëmijët e mi nëse do ishin në vendin atyre. Mendoja të gjithë njerëzit që më rrethonin, më donin apo jo, unë i mendoja në vend të atij që kisha përballë dhe thoja jo, nuk mund ta bëj. Ka pas seancë që kam pritur si do vazhdoj që të mbaroj dhe të kaloje, domethënë fjala në pjesën tjetër që unë të ulem dhe të qetësoj veten, sepse nuk munda as në këmbë domethënë të rria dhe ti thoja atij se si do dënohesh ti nga ky moment e tutje. Ishte shumë e rëndë, realisht. Dhe me këtë rast kuptojmë që jo të gjithë mund të bëjnë çdo profesion, se ndonjëherë nuk je thjesht nuk e bën dot, unë të kuptoj shumë, as nuk do e kisha bërë dot. Jo. Këtë po them. Nuk do e kisha bërë dot. Kështu që vendose, e mendove, vajzat u rritën dhe the ti rikthehem botës së televizionit? Po. Aty unë nuk mund ta lë dot ëndrrën e zyrtarit, sepse kjo ka qenë ëndër 16 vjeç. Dhe dua ta kap sot këtë ëndër, sepse e di shumë persona mund thonë që si je nënë e 3 vajzave, si mund ta mendosh këtë, por janë të vogla në një farë mënyre, janë në një moshë realisht të vogla, por unë them që më mirë është tani sot, sepse sot 25 vjeç mund ta kapi televizionin dorë. Ndërsa kur ti bëj 52 unë, vajzat e mia do rriten dhe secila do shikoj jetën e vet dhe unë do mbetem thjesht një shtëpiake. Asgjë kundër shtëpiake, por pse, nëse ti e ke mundësinë, lufto. Zoti ka thënë diçka që unë e falja dhe unë do ta ruaj dhe do ta marr atëherë kur dua unë. Kështu që nëse rri unë me ta, nëse nuk rri, është po e njëjta gjë, është vetëm ai larg që e ka në dorë. Çdo gjë. Si fëmijët e mi dhe si fëmijët e të gjithë botës, dhe si çdo njeri ne. Absolutisht. Dhe vendosa t'i kthehem, pse jo, ndoshta me forca të madhe, pas çdo humbje. Ke hasur në kundërshti në lidhje me këtë vendim tëndin nga njerëz të afërm familjar? Jo, sepse ato e dinë që unë në një farë mënyrë jam e lindur për këtë gjë. Sepse e bëj me pasion. Çfarë do të bëje? Ku e shikon veten? E shikoj veten në shumë gjëra, por gjithmonë në televizion. Po, konkretisht diçka që do të pëlqente të bëje në televizion? Më pëlqen moderimi, më pëlqen sfiladat, por sfiladës them t'i kthehem në një farë mënyre. Unë sot mund ta shoh veten në analiste sfiladave, por jo të sfiloj unë, sepse domethënë di çdo hap. Pastaj është shumë bukur, do ishte shumë bukur, një mami me 3 vajza. Po. Nuk e di, ndoshta, nuk e kam menduar, më ka ardhur një ftesë realisht dhe jam dirë pak si bombë dhe mu duk të thoja, wow, pse unë? Sepse realisht dua, pse jo, ka vajza të reja që duan ta bëjnë, ndoshta unë e kam bërë me vitet, me një kohë realisht 4 vjetë. Të vajzë e reje. Unë je mami. Je mami, po je vajzë e re. Je grua e re. Jam grua. Dhe modelingu nuk ka një moshë, sepse kemi parë kur del Naomi Campbell të sfiloj tani, nuk na intereson fare për këto të reja të rrim. Po, me gojën hapur. Por që unë nuk e di, nuk e kam menduar thellë këtë pjesë. Po, moderimi më ka pëlqyer gjatë gjithë kohës, domethënë në shkolla isha unë ajo e para që do merrja skaletën dorë dhe do e prezantoja unë.
Por, si ti e çfarë na ka sjellë Zoti? E shikon veten në një format si Big Brother? Po. E shikoj shumë. Do të pëlqente, nuk do t'i thoja jo, një ftese. Jo, nuk do i thoja, por që e shikoj vetëm pak të stepur pjesa e fëmijëve të mi, por që deri në atë kohë kur t'jetë Big Brother i do jenë rritur dhe pak. Do e kemi më të lehtë. Tani do i thoje jo në këto momente që vajzat janë 5, 3 dhe 1 vjeç. Në këto momente do mendohesha gjatë për t'i kthyer një përgjigje. Jo se nuk kam njerëz që më duan dhe që do kujdesem për të, se kam shumë, por që do e mendoja sepse nuk jam mësuar të jetoj larg tyre. Kjo është e gjitha. Po, sa i përket kriminalistikës? Është fund. Edhe kjo, pra jo vetëm nuk do e shikosh veten në një sallë gjyqi, po edhe nuk e di, çfarë bën konkretisht kur përfundon këtë degën? Konkretisht, merresh me gjithë seanca që kanë të bëjnë vetëm me kriminal. Po mirë, më fal, tani do të pyes një sekond. Pse e zgjodhi këtë shkollën ti? Shkolla zgjodha se donte mami im, jo se doja unë. Si treqereku i fëmijëve që zgjedhin shkollën se duan prindrit. Mos e bëni, zgjidhni çfarë doni vetë. Dhe sot them që shpesh më thojnë çfarë do u thoje vajzave tua realisht që sot them që vajzave të mia do uroj dhe do përpiqen që ato të kapin majën e suksesit, por asnjëherë ato që dua unë. Gjithmonë ato që ato do vendosin vetë. Sepse tek e fundit mund ta kenë këtë ndjesinë siç e pata unë, që unë mbarova, pse jo, e mora në fillimin një sportivitet dhe shiko se unë tani, por jo, zgjati shumë pak, zgjati punjave dhe thash jo. E kuptove që kur ishe në shkollë që nuk të pëlqente, nuk ishte ajo? Jo, në shkollë e ndjeja realisht, e ndjeja sikur sepse normalisht jep një farë grade sikur ti je më lart dhe ti do vendosësh tani për jo, sepse për fatin e dikujt vendos vetëm Zoti, ti vendos në punë kohësh. Por pastaj javën e parë prap isha shumë aktive për sa i përket punës, isha shumë mirë. Kur vazhdoja java e dytë, aty thash jo, vazhdova të stepja nga pak, derisa thash, okej, no, mbaroj gjithçka këtu. Dhe nuk e kam plan as pak njerë, momentalisht jo. Me qenë se i përmende vajzat, marrëdhënia jote me to si je një mami e rrep? Jo. Liberale? Liberale, dhe mendoj këtë që unë vetë mamin tim nuk e kam pas të rrept, ndonë se prandaj jemi sot 2 motra, me faktin që unë s'kam pas motër vetë, dua që ti mësoj duke ato janë motra, 3, s'jam pak, por unë t'jem e madhe atyre. E them këtë për faktin se sot, normalisht me kohën që ka ardhur sot, unë nuk dua të mëson duke thënë mos gabo, mos guxo. Janë shumë zona që e përmendin, e bëjnë akoma, dhe pse jena në 2025-ën, dhe unë dua t'jem po bëje, se çfarë do bëj unë në kohën që ajo do ta bëj, do ta shikoj, do krijoj besimin në një farë mënyre, në mënyrën time, është pjesa që më takon vetëm mua si prind, as pak atyre. Dhe dua të jem sa më afërt me to, sepse në ato momente unë e di se kur nuk mund ta zhgënjesh një nën, nëse nëna të jep dashurinë e japin çdo nën, por të jep atë hapësirën e plot që ti të flasësh çdo lloj gjëje që ka të bëjë me ty, siç e kam pas edhe vetë. Dhe nuk ka ndodhur kur që ta zhgënjej unë nënën time dhe dua që ato kur mos më zhgënjej. Kështu që do ndjeki këtë pjesën që ti jem shumë e lirshme me ta. Nuk u zhgënjove fare mami dhe kur i the që nuk do ta bësh më këtë? Jo, sepse më vonë ajo ishte realisht shumë, unë ndjente shumë e lënduar, sepse pse kishte bërë këtë, pse ma kishte thënë, edhe pse ajo nuk më çoi me atë, më tha, më pëlqen kjo dhe unë i thashë, po do ta bëj këtë. Dhe mora rrugën për Kosovë për ta bërë. Se fakultetin e kam kryer në Prishtinë, po. Dhe sot thotë, ta kisha ditë kur nuk kisha thënë këtë gjë. Do e kisha mbajt për vete, okej, do ta kisha thënë që ta bëje. Fakti që ajo tani mendon që unë nuk do ta bëj më kurrë, por unë s'kam thënë kurrë. Unë kam thënë për një kohë, jo. Nuk i dihet asnjëherë normalisht me moshën çfarë ndodh. Falenderoj shumë Desara. Faleminderit. Dhe shpresoj që të realizohen të gjitha ëndrat, dëshirat dhe qëllimet që ti i ke vënë vetes për të ardhmen tënde. Falenderoj dhe ju që na ndoqën këtë pjesë parë, ka publicitet, rikthehemi pas pak.